Një gotë në ditë me këtë lëng dhe mund të ulni presionin e gjakut. Presioni i lartë i gjakut është një problem kardiovaskular që mund të çojë në një sër komplikacionesh duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe sulmin në tru. Menaxhimi i këtyre kushteve është çelësi për ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm dhe parandalimin e problemeve serioze. Për fat të mirë, sipas ekspertëve, konsumi i një pije mund të ndihmojë gjithashtu edhe në menaxhimin e hipertensionit. Sipas Fondacionit Britanik të Zemrës, BHF, konsumi 250 ml lëng panxari në ditë mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Lëngu i panxarit është i pasur me nitrate, një kimikat që shndrohet në oksid nitrik, duke ndihmuar në relaksimin e enëve të gjakut dhe në uljen e presionit të gjakut, citon dietologja Victoria Taylor. Një studim i kryer në Universitetin Queen Mary të Londrës tregoi se njerëzit me presion të lartë të gjakut që pinin një sasi lëngu çdo ditë të panxarit kishin normalizim më të mirë gjithashtu edhe të vlerave të tyre të tensionit.